Runners. Trend botror, vend ku mbathen VIP. Në Runners mbathet edhe qenari. Mos harro, këmbët merre me veti. Runners, për të gjithë. Babi, se bëllëm një frutave? Është një botë që quhet eko, ku natyra rrit frutat më të mira me kujdesin më të madh. Pastaj, këto fruta zgjedhen për një aventurë të re. Gjatë kësaj aventure, frutat mbërrin tek ne në formë të lëngshme. Eko frut e natyrës. Kosovë. Mjeshtrim, dashurim. I zhndëruam në kënaqësi të vogla, të ëmbla, me përbërësit natyror me kualitet më të lartë, gjithmonë të lidhur me mikpritjen dhe tryezën festive. 131 vite, tradit në krijimin e produkteve që janë mënyra më e mirë të thuash mirë se erdhe, me fat muaj i Ramazanit, Evropa, llokum dhe praline. Ndjehu komod, albet, avushtri dhe fush Kosovë. Përshëndetje. Të gjithë jetën tonë e përshkron një fill që është filli i kërkimit të lumturisë. Ne dëshirojmë lumturinë, madje ajo që na e motivon jetën, ajo që na jep një forcë të jashtëzakonshme në rrugtimin tonë jetësor, për shumë sfida që na dalin përpara, është pikërisht ajo pika që ne nganjëherë ndodhemi para saj të paqartë, që është lumturia. Ne dëshirojmë lumturinë, ne kemi pjesë të qenies son. Madje nuk e kuptojmë nëse ajo që i themi që kjo jetë pas ka qenë një dramë e vërtet, mos është fakti që ne nuk e prekëm atë çka dëshironim, lumturinë. A ekziston lumturia? A gjendet ajo diku? A duhet kërkuar ajo dhe a mund të fitohet ajo në këtë botë? Pikërisht ne sot do diskutojmë mbi lumturinë. Dhe për këtë, unë kam të ftuar Hoxh Ali Lavdyli nga Vushtria. E më pesë sistem. Përshëndetje. Dren Boshnjaku, më falni, Dren Boshnjaku, specializant në neurokirurgji. Mirë se u kam në studio. Çështja e lumturisë mbetet një ndër sfidat e mëdha të mendjes njerëzore, të shpirtit njerëzor. Ne gjithkënd e urojmë që të ketë lumturi në jetë, urojmë dhe vetveten tonë dhe pikërisht, siç e thash dhe në hyrje të emisionit, jetën tonë e përshkron filli i dëshirës për ta prekur dhe për ta jetuar i jetën plot lumturi. Do filloj me ju, Hoxh i nderuar, nga perspektiva kuranore, si mund të përkufizohet lumturia? Nuk ka ndonjë përkufizim literal, po themi, po si konceptohet lumturia dhe çfarë i thot krijuesi njeriu për lumturinë? Pikëpari, përshëndetje, shpresoj që të provojmë maksimalisht lumturi gjatë emisionit. Në fillim po du më ju referu Kuranit. Kurani vendos dy çështje unike të lumturia dhe mrapa i hap horizontet dhe çështje tjera mund të jenë edhe relative në aspektin e lumturisë. Dy çështje që janë unike është se gjithë njerëzimi e kërkojnë lumturinë, edhe kjo është çështje që nuk ka nevojë për diskutim, dhe dyta është se sipas konceptit kuranor në këtë botë nuk mund të ketë edhe lumturi ideale ose lumturi absolute, sepse do të hupej pastaj interesimi për një botë që ne besojmë dhe është çështja e xhenetit. Për ata mbetet sipas konceptit kuranor kjo botë mbetet lumturi relative,
gjithsesi e cila një mas të madhe përcakton edhe lumturinë për botën tjetër. Mrapa pastaj çështja e si e perceptojnë njerëz lumturinë, aty investon Kurani si të formohet ideja se çka mund të quhet lumturi. Po, se varet nga perceptimi, si e kuptojmë ti, si e kuptoj unë, por si është realisht. Do të bisedojmë sepse shpeshherë në konceptin fetar edhe lodhja mund të jetë shpeshherë mund t'i prodhojë njeriu lumturi. Shtoja kësaj që sipas Kuranit profetët janë njerëz që vazhdimisht e kanë kërkuar lumturinë dhe të jesh i lumtur është çështja më legjitime në këtë jetë, por ajo që Kurani me të vërtetë don të flet edhe për mekanizmat dhe në një mas të madhe Kurani mundohet me bind njerëzimin që lumturia është tek ju ose opsioni për të qenë i lumtur është në vetët tuaja, vetëm mbetet çështje e reflektimit të mendjes dhe zemrës për ta zbuluar. Kisha mujtë me thonë, është fikse sikur njerëz që dëshirojnë me pas muskuj, ata muskujt nuk blehen treg, duhet me shku në fitness, edhe një kohë gjatë me derisa të vinë muskujt, nuk i ka importuar muskujt, identike është dhe lumturi. Ato ekzistojnë, edhe muskujt ekzistojnë në farë mënyrë, po dhe vetëm duhet se dëmona angazhim aktivitet për t'i shfaqur ose për t'i promovuar ata. Po, Dren, nga pikpamja shkencore, në fushën tënde, në lëmin tënde të neurokirurgjisë, a ka pas ndryshime të perceptimit për lumturinë? Pra, ku e vendos shkenca lumturinë si nocion? Fillimisht Dhe si qaset asaj? Fillimisht konceptimi i lumturisë është lidhur me kënaqësinë, që ndryshe njihet si hedonia. Dhe në lidhje e saj se çdo gjë që kënaq apo ka hedoni e rrit edhe nivelin e lumturisë. Por me zhvillimin e viteve, sidomos me zhvillimin e psikologjisë dhe neuroshkencave, është tentuar që në vazhdimsi të arrihet të krijohen disa parametra me anë të cilave mund ta matim lumturinë. Edhe në bazë të cilës bëjmë studime apo ulëmtime shkencore për të sjellë rezultate se një individ apo një popull është i lumtur apo jo. Andaj kohëve të fundit dy kontribute shumë të fuqishme, sidomos të psikologëve në definimin e lumturisë, ku lumturia përveç komponentës hedonike apo kënaqësisë, hyn edhe angazhimi ditor apo jeta e përditshme dhe të kuptuarit të saj. Po ashtu ngërthen në vete edhe të gjitha emocionet pozitive, si edhe kuptimi për jetën që ja vlen të jetohet, si edhe kjo si parametër mund të matet. Po ashtu këtë plotson edhe hulumtimi me anë të neuroshkencës, ku kohëve të fundit, sidomos viteve të fundit, janë duke u realizuar studime të fuqishme për krijimin e një strukture të caktuar se nëse një njeri është i lumtur, cila struktura trupit aktivizon dhe si funksionojnë këto. Me arritjen e këtij definimi, kohëve të fundit bën hulumtime të shumta dhe kategorizime të grupeve të ndryshme të njerëzve për matjen e lumturisë. Për shembull, është bërë një punim shumë interesant në Amerikë, ku është testuar niveli i ndërlidhjes së hedonisë kënaqësisë me eudaimonia. Eudaimonia është mirëqenia, ku ka korreluar se të gjithë ata që kanë pasur kënaqësi, mbi 80% në njëjtën kohë kanë pasur edhe nivelin e mirëqenies apo të lumturisë. Pra, në një farë mënyrë është lidhur lumturia edhe me mirëqenien, sepse është një debat i madh midis mirëqenies në kuptimin material të fjalës dhe lumturisë. Kemi dy, po themi, domene mendimi, një mendim që ja dedikon vetëm aspektit shpirtëror dhe perceptimi dhe këndvështrimit shpirtëror për jetimeve, dhe kemi domenën tjetër që e lidh atë sigurisht edhe me posedimin e gjithë nevojës materiale që mund të ketë njeriu që arrin pikë. Pastaj, nëse këto janë fragmente lumturie apo lumturia vërtet në kuptimin ideal, kjo është çështje për të diskutuar apo jo, ndërkohë që desha kam dëgjuar ose le të referohemi një tip preambule të Kushtetutës Amerikane, kur qytetarit i garantohet në një farë mënyrë liria, i garantohet jeta dhe mundësia për ta kërkuar lumturinë. Besoj që ka një logjik të qashtër në këtë aspekt. Pra mundësia nuk mund të ta jap lumturinë, po urdhëro, unë po të jap mundësinë që ti ta kërkosh atë. Shumë interesante. Është pikërisht edhe këtu buron ajo madhështia ndoshta edhe e ndërlidhjes së lumturisë tek aspekti i Allahut mëndueshëm. Të pas parasysh se
Allah është ai që i ka kriju mundësinë secilit për me qenë i lumtur dhe nëse eventualisht perceptohet lumturia veç aspekt i pronësisë, aspekt që të ketë pasuri e kështu me radhë, dhe në situata të caktuara gjejmë njerëz që i kanë gjitha dhe nuk kanë lumturi, atëherë krijohen dy bota që edhe ju e thatë, bota shpirtënore dhe bota fizike ose materiale. Unë kisha dashur si hoxh me bën ndërlidhjen mes këtyre dy gjëra, për arsye se këto dy gjëra lidhen më së miri nëse korrespondojnë në kuptimin e ideve, sepse edhe pasuria, edhe fëmiu, edhe shëndeti, edhe mirëqenia që e tha doktori, edhe gjithçka tjetër, nëse ki perceptim të drejtë ndaj tyre, ato mund të jenë lumturi. Por nëse është ajo piramida e Maslows që është e njohur edhe në shkencë, e i cili edhe Maslow i ka bu vetë të lashtë, sepse kur e ka formu piramiden, i ka dalë që disa njerëz i plotësojnë kushtet e piramidës, po s'janë të lumtur. Edhe është detyru një farforme me rishqyrtu edhe njerë teorinë, për arsye se mos korrespondimi i mirë i të menduarit njeriut, besimit e tij, koncepteve të tij ndaj lumturisë e ka bërë që ai shpeshherë mos të kënaqet me gjithë ato që e posedon. Dhe këtu është investimi kuranor dhe feja që ti krijon njeriu një besim, ti krijon një bindje dhe ajo bindje të funksionojë me mendjen. Për shembull, Hazreti Muhamedi alayhis salam ka bën namaz. Është fal raste pjesën më të madhe të natës. Gruaja e tij e ka perceptu që namazi i pejgamberit është lodhje, edhe ajo është tu lodh. Edhe sikur ndodhen familjet tona, pusho pak. Ramazani u myti. Keni parasysh. Edhe një farforme ka perceptu se pejgamberi pe lodh namaz. Edhe ajo me një rast e ka pyet. I ka thonë ja Rasulullah, o i dërguari i Allahut, Zoti ti ka fal gjunat e kaluara. Zoti ti ka fal gjunat e ardhme. Zoti ka garantuar xhenetin. Pse gjithë kjo lodhje? Pse gjithë ky mundim? Sepse në këndvështrimin e saj, ajo entja e kamve dhe mundimi gjithë aq i madh i natës është një farë lloj lodhje. Ai kthehet me qetësinë më të madhe i thot gruas tij, e fela akunu abdan shakura, a mos jam rob falëndërues? Kjo për mua është lumturi. Unë këtu e shijoj jetën. Për ata ekziston një çështje që mendoj se është dhe filozofike deri në mos të madhe, që ai që lexon fen tërsi e gjen këtë kuptim. Lumturia nuk është stacion. Lumturia është udhtim. Nëse e fitojmë përshtypjen se duhet kënaqem vetë stacionet janë të shkurta në jetë dhe rrjedhimisht na bën që pak jemi të lumtur. Jo, shumë njerëz thotë kur të ndërtoj shtëpinë, kur të futem në banesë jam i lumtur. Ki gabim. Edhe gjatë ndërtimit të shtëpisë duhet të jesh i lumtur. Pejgamberi alayhis salam na për sferën e adhurimeve. Shpeshherë na mendojmë se njeriu nihet i lumtur veç kur të kryen namazin, ose njeriu nihet i lumtur masi të kryej agjërimin e Ramazanit. Ndërkaq, pejgamberi ka mësuar njerëz se lumturia duhet përjetohet gjatë namazit. Lumturia duhet përjetohet gjatë agjërimit, sepse ajo është rrugtimi. Është një koncept shumë i cili në general hapta si shihet në Kur'an, edhe shpeshherë vren edhe me mundimet e profetëve. Ne kemi një pejgamber i cili 950 vjet ka bërë thirrje. Por nëse lexon kronologjinë e jetës tij, ai gjatë thirrjes ka përjetuar momente të lumta. Unë jam shumë i bindur, pak e moj men luftën, po unë jam shumë i bindur, edhe gjatë luftës ka përjetime të mira. Edhe në ato tendat ata mesin e luftës e granatimeve, krejt ato janë do sekuenca të lumturisë dhe lumturia nuk përjetohet vetëm mbrapa luftës. Ka elemente të lumturisë edhe gjatë procesit të luftës. Shumë interesante kjo dhe me që jemi dhe në muajin e Ramazanit, unë do ta cek këtë sepse ka një ndjenjë, mund të jetë shumë e papërcaktuar, por që i afrohet konceptit të lumturisë tek besimtarët. Ka një ndjenjë paqe, ka një ndjenjë këndellje shpirtërore që nuk shikohet në segmentet e tjera të kohore gjatë vitit. Do të kemi një hapësirë do ta rikthejmë këtë bisedë. Runners. Trend botror. Vend ku mbathen VIP. Në Runners mbathet edhe qenari. Mos harro, këmbët merre me veti. Runners. Për të gjithë. Babi, se bëllëm një frutave? Është një botë që quhet eko.
ku natyra rrit frutat më të mira me kujdesin më të madh. Pastaj, këto fruta zgjedhen për një aventurë të re. Gjatë kësaj aventure, frutat më rrinë tek ne në formë të lëngshme. Ecofruit e natyrës. Hyundai Electronics, the power of quality. Produktet e brendit të njohur korean Hyundai tashmë edhe në Kosovë. Aktiv, distributor ekskluziv. E janë dhe studioni në kolegjin Pjetër Budi, institucionin më prestigjioz në rajon. Bachelor, dogan të shpeticion, juridik, juridik penal, kushtetues administrativ, juridik financiar, juridik civil, menaxhim i turizmit dhe hoteleris, administrim biznesi, menaxhim i resurseve njerëzore, administrat publike, menaxhim i marketingut, banka, kontroll financiar, sigurime, master, dogan dhe shpeticion, menaxhment, menaxhim i turizmit dhe hoteleris, menaxhim i sigurimeve. Pjetër Budi, karriera juaj fillon këtu. Studioni në qendër të Prishtinës përballë mensës së studentëve. Mjeshtrim, dashurim. I zhndëruam në kënaqësi të vogla, të ëmbla, me përbërësit natyror me kualitet më të lartë, gjithmonë të lidhur me mikpritjen dhe tryezën festive. 131 vite, tradit në krijimin e produkteve që janë mënyra më e mirë të thuash mirë se erdhe, me fat muaj i Ramazanit, Evropa, llokum dhe praline. Rikthehemi pas kësaj hapësire publicitare për të diskutuar mbi lumturinë. Po dren, qasja shkencore midis asaj çfarë Hoxha e përcaktoi, pra kushtëzimet materiale, kushtëzimet e një situate të caktuar, a e përcaktojnë në farë mënyrë të ndjerit lumtur, kemi raste, siç e tha Hoxha, që edhe në kushtet e rënda të një lufte, të një situate ekstremisht të papëlqyeshme, ekzistojnë fragmente të ndryshme lumturie. Hoxha përmendi luftën e Kosovës, u mund them për shembull nga një libër i Remarkut, ku vërtet në kushtet e luftës dy botërore, një çift brenda një folez dashurie arriti të prek fragmentet e lumturisë. Po. Kjo çka Hoxha shpjegoi shumë mirë që ndonë në aspektet shkencore. Sidomos edhe çështja që e përmendëm më herët, çështja e mirëqenies nuk kupton vetëm çështjen e mirëqenies materiale, po nuk kupton edhe raportet mira familjare, raportet mira shoqërore, marrëdhëniet mira në punë, e shumë komponente që të bëjnë jetën të mirë, të mirëqen. Unë këtu kisha desh ta ndërlidhe me një hulumtim shkencor që ka bërë njëri prej neuroshkencëtarëve me renome botërore në Amerikë, Richard Davidson, i cili merret tash me hulumtimin e ndikimit meditimit të mëshirshëm, compassion meditation, tek njerëzit. Me anë të rezonancës magnetike, i ka marrë dikun 30 vet edhe ka bërë një plan për hulumtim. Me anë të meditimit, i ka zgjedh për 2 javë ditë, 30 minuta më nështru këtij programi, e kanë kryer në shtëpitë e tyre. Këta persona kanë pas për detyrë që ta parashikojnë dhe vizualizojnë një person të afërt, i cili vun nga një smundje. Edhe brenda tyre ta kultivojnë ndjenjen e mëshirës, ndjenjen e solidarizimit me ta, empatinë. Po ashtu gjithë kohë të njëjtën gjendje ta përjetojnë për veti, e treta për një person të cilin e njohin vetëm si figurë, punojnë apo janë komshi, po nuk kanë raporte më të gjera me ta. Dhe katërta një person i cili ka probleme me të, i ka bo presion punë, ka pas probleme gjatë jetës me atë person. Dhe fundi për gjithë njerëzimin. Dhe këto ndjenja ata kanë tentuar që t'i ndjenjë edhe t'i shprehin. Pas 2 jave të këtij lloji meditimi ka vërejt ndryshime drastike në mënyrën e funksionimit të trurit. Kur është realizuar MRI-ja funksionale tek personat që nuk e kanë ushtruar këtë meditim dhe ata që kanë ushtruar, është vërejt që një cikël i veçantë i rrjetës neuronale tek ata që e kanë ushtruar këtë ndjenjë është fuqizuar shumë më shumë, sidomos te pjesa e strukturave subkortikale dhe atyre kortikale. Dhe në fund kësaj ju ka jap një detyrë këtyre personave që të shihet se si po reflekton kjo gjendje në aspektin e tyre financiar, si pikryjnë disa detyra ekonomike. Edhe është interesante që është vërejt që këta njerëz janë bërë shumë solidar. Kanë jep më shumë,
kanë nda ma shumë mëshirë me njerëz, ju kanë kushtu shumë ma shumë rëndësi lidhje familjare, edhe në fund kur është bërë anketimi këtyre personave kanë rezultuar persona me shumë lumturi, krahasim me ma herët. Do me thonë çështja e kultivimit të lumturisë është një proces i vazhdueshëm dhe kultivimi i devotshmërisë, kultivimi i mëshirës, kultivimi i relacioneve ndërmjet familjes, shoqërisë e ngrisin nivelin e lumturisë. Çështje të cilat hoxha shumë miri i ceku në çështjet kuranore. Në Ramazanit dhe ajo që thash pak më parë, pra që një tis lumturie, tis, nuk e di nëse e përdorni ju këtë fjalë tis, një ndjenje lehtë, një linje lehtë, e përshkron për shembull atë komunitetin e besimtarëve gjatë agjërimit, ndërkohë që në raport me faktin që kemi të bëjmë me një lloj sakrifice, siç është privimi në një orë të caktuar nga të ngrënë, që edhe kjo përbën lumturia kulinare, po themi, edhe kjo është një pjesë e lumturisë përgjithshme nëse lumturinë do ta përcaktojmë si puzzla e të ngrënit, puzzla e një shtëpie, puzzla e një martese të lumtur, puzzla Unë pëlqeu një muhabet, disa shok po bojnë muhabet me zveti, me gjas është shoqënia kosovare, dhe secili po fol për lumturinë. 4 shok. Njëri po thotë unë lumturinë e përjetoj kur të martohem. Ai tjetri po thotë unë jam i martuar, se kom jetu. Unë po pres me marru shtëpinë, edhe kur të ndërtoj shtëpinë, besoj ka me qenë i lumtur. I treti po thotë unë kur të kryj fakultetin, besoj se ka unë i lumtur. I katëri po thotë, unë ku vendos me qenë i lumtur. Edhe mrapa lumturisë nuk ka shtu diçka. Domethënë vërtet është koncept, kjo është koncepti më i shnor që duhet thuhet. Kisha dashur diçka në një ndërlidhje me bë mes një thonje profetike dhe një realiteti që unë nuk ofushem filozofia, po unë kam përshtypjen që filozofët gjithçka kanë filozofu. Edhe para do ditë po ta rastin, filozofët e kanë ngrit një filozof, a ekzistoj as ekzistoj, i ka bu 700 faqe, në fund nuk u dit a ekziston, as ekziston. Vetëm është për opinionin diçka më rëndësi. Filozofët e gjitha kohrave dhe gjithë filozofë në këtë botë, gjithë mendjet e ndritura në këtë botë, veç diçka s'kanë filozofu. Gjithë janë konsenzual, gjithë janë të pajtimit. Kulmi i lumturisë është kur njeriu jap, jo kur merr. Kjo është koncept profetik. Ajo që quhet altruizëm ose filantropizëm në terma të tjerë, në terma social. Pejgamberi alayhis salam për shembull, kush e lexon jetën e tij e vren që nuk ka ndonjë rast kur ai ka pas diçka në pronësi, dikush i ka kërkuar dhe s'ia ka dhënë. Sepse ai në atë moment e ka jetu lumturinë. Dhe ekziston njëra prej atyre tregimeve të bukura të historisë islame kur pejgamberi i vjen një musafir, një udhëtar. Edhe për një me asë një gjanë nuk gjanë shtëpinë e ti me i shërby. Edhe ngrit çështjen sociale, në shoqëri. A ka dikush që i bën konak musafirit. Edhe ngritet një burr i varfën, i cili e hap gjoksin, edhe don me përjetu lumturinë, sepse ti shërbesh dikuj është kulmi i lumturisë. Një mendimtar ka thonë, mënyra më e mirë me qenë i lumtur është t'ju të ndihmosh tjerëve me qenë të lumtur. Dhe në atë moment e jeton mas miri lumturinë. Dhe ndoshta kush don me lexu për jetën e profetëve. Kjo është, unë mendoj, kjo është slogani çdo pejgamberi që Zoti ka dërguar në këtë botë. Nëse don ma let muni lumtur, ndihmoju tjerëve të jenë të lumtur. Ky burrë ka pranuar musafirin, një koqir i musafirit. Pak më herët ka shkuar te shtëpia, ka pyet gruan a ka diçka për darkë. Gruaja ka thonë kena një ushqim, po i cili është i kufizuar me gjithatë. Thot atëherë, vendose ushqimin sofer, zvogloje kandilin, let ushqehet musafiri, na për zatim dorën kënë se po ushqehemi. E rëndësishme është musafiri më ngup. Ajo që është me çuditshme në këtë proces, nuk ka njëri i gjallë që nuk habitet me këtë rast, po në këtë rast, ajo që duhet më thonë është se edhe Zoti i qejve është habit me këtë veprim. Ajo forma që i përket atij, për cilin e ka informu pejgamberi alayhis salam dhe e ka thirrë me nxes pejgamberi alayhis salam. Ka thonë, edhe Zoti është i kënaqur me atë që ke boti. Veprimin që e ke sill ti, e ka bërë Zotin të lumtur, e lëre më musafirin e të tjerë. Për ata është shumë koncept i shëndosh, edhe unë mendoj ndoshta edhe gjatë bisedës kemë pas rast
për shoqërinë tonë është shumë e rëndësishme çështje. Një pjesë e shoqërisë tonë beson se lumturia është sa më shumë me nejt, me pushu më shumë. Ndoshta edhe nuk përcaktohet, ose në një farë mënyrë nuk përcaktohet, është e pa qartë edhe tek njerëzit që e kërkojnë atë, nuk e përkufizojnë dot atë, ose nuk përkufizojnë çfarë është çast dhe çfarë është kohë. Nuk e përcaktojnë nëse është kënaqësi, nëse është sinjal lumturie, nëse është pigment lumturia apo është lumturia vetë. Kjo mbetet gjithmonë një çështje e hapur, sepse edhe si ke çështja e shpirtit, edhe lumturinë është shumë e vështirë në një farë mënyrë ta përkufizosh me fjalë, apo jo? Nuk e di, më fal, ekziston nga pikpamja shkencore një përkufizim me fjalë i lumturisë? Po, është përkufizimi. Se nëse nuk kish pas përkufizim, atëherë nuk kish mund me bëu lumtime. Përkufizimi i lumturisë është kënaqësia, angazhimi ditor dhe kuptimi i saj. Me kënaqësi kuptojmë kënaqësi, çdo kënaqësi momentale. Me angazhim kuptojmë jetën e mirëqenë, domethënë me pas familjen mirë, me pas të ardhra familjare, me pas raporte të mira me miq, me qenë me hobi mirë, me aktivitete të përditshme, dhe të kuptuarit në kupton fuqizimin e këtyre ndjenjave pozitive në proces të gjatë. Domethënë ky është definimi. Kisha pas pak dëshirë mund të lidh pak me çështjet që Hoxha i komentoi. Gjatë hulumtimeve është vërtet që njeriu ka mundësi shumë mira të adaptohet, kurse ka shumë defekte në parashikim. Është vërtet që një njeri ka mundësi që në standarde të ndryshme të kushte vjetësore të arrijë lumturi. Edhe të ndrojë atë pragun e lumturisë në nivel nga kushtet e saj. Ai rasti, ata tjerë po parashikojnë, kurse ai thotë unë në këtë nivel jam i lumtur, do të shikoj më avancu dhe më tutje. Kurse në parashikime kryesisht njeriu është i prirur në paragjykime, edhe në biblersime të parashikimeve. Edhe në krimin e virtualitetit që më pas nuk përkon me realitetin, dhe kjo është një ndër zhgënjimet njerëzore që thonë jo më se ekziston lumturia, sepse ajo që unë kisha ndruar dhe që kërkova nuk e gjeta, sepse është dhe prirë për realitet virtuale. Në realitet është çështje relative është. Se për shembull ai i cili thotë kur të ndërtoj shtëpinë do të jemi lumtur. Kur të ndërton shtëpinë e shet që ajo nuk është lumturia, ose ai tjetri kur të kryj fakultetin. Edhe tjetra, nëse ndodh kjo fatkeqësi ku më qenë në humner. Në Amerikë është bërë një ulëmtim me paraplegjikët, ata që janë të paralizuar, nuk mund të ecin. Edhe kohëve të fundit në Londër është kryer një ulëmtim mbi lock-in syndrome, është një sindrom ku në një pjesë të trurit aty të palcës së zgjatur ndodh ndërprerja, edhe ai pacient mund vetëm sy të lëviz në pozitën vertikale. Edhe është bërë ulëmtimi te këto dy grupe, është vërejtë që këta njerëz shpesh janë më të lumtur se sa njerëz që janë normal. Kurse kur i kanë pyet njeriu normal, çfarë gjendje ka personi që është paraplegjik, ka pas paragjykime të tmerrshme. Ky është pranë humnerës, nuk ka shpresë. Edhe ai njeri i cili ka qenë paraplegjik kur e kanë pyet për njërin normal, ka thonë ky është njeri më i lumtur, po ec me këmbë të veta. Domethënë çështja e parashikimit është çështje e paragjykuar edhe mbi vlerësuar. Mirë, unë po të sjell rastin e personazhit vajzës tek Simfoni Pastorale Andrexhit. Pra kemi të bëjmë një vajzë të verbër që nuk ka parë kur, arrin të rikthehet shikimi me angazhimin e dikujt, dhe ajo ishte shumë e lumtur sepse kishte krijuar një perceptim për botën brenda verbërisë së saj, e kishte vizatuar komplet botën, dhe bota reale që pa mbas kthimit syve ishte shumë e shëmtuar, ose nuk ishte ajo çka ajo po jetonte në verbëri, dhe kështu që nëse ajo pastaj fundi epilogu është fatal, vetvrasje, largimi, çfarë si ka. Si shpjegohet nga pikpamja shkencore? Si interpretohet ky moment? Ajo është një vepër letrare, po ne po e marrim si diçka që ka ndodhur realisht. Në aspektin shkencor, edhe me këtë tregimin që tregoi Hoxha, është se bazë të lumtimeve është vërtetuar se të gjitha afektet apo emocionet pozitive japin mundësi njeriu me hap diapazonit të menduarit, kultivimin e lumturisë. Kurse gjitha efektet të cilat janë negative e mbyllin personin, edhe e fusin një kuti ku ai nuk ka mundësi ta zgjedh problemin e caktuar. Andaj lyp ndim. Te ky rasti konkret që e përmende, ajo ka arritur që ta kultivojë një ndjenjë pozitive vazhdimisht. Edhe ajo ndjenja ka hap horizonte dhe shfrytëzimin e pjesëve të tjera të kapaciteteve të trurit të saj. Edhe të shkëlqejnë në lami ndryshme, ne kemi shumë njerëz të verbër që shkëlqejnë në veprimtari shumë që ndoshta një njeri i cili është normal nuk mund të shkëlqejë. Në momentin që hiqet ajo, edhe thehet ajo çështja e afekt apo emocionit pozitiv, edhe zhgënjehet, atëherë është negative. Edhe diçka, po. Është me rëndësi çështja e dukjes, edhe është ndoshta është për debat kjo, lumturia sa mund të duket, sa është çështje e
reklamimit faktikisht. Njëra prej telasheve që jënë të e shkaktu edhe rrjetet sociale, që njerëz shpesher zhgënjen nga lumturia, është se njerëz kur bojnë foto dhe i vendosin nëpër rrjetet sociale, i vendosin fotot e skenave që krijohet për shtypje se ata janë të lumtur. Edhe nëse ata janë të hangër diku një darkë, e promovojnë të bukurën e jetës së tyre, edhe tash ndaj me tjerë. Problematika e tjerëve ose neve që e shohim atë foto, na fitojmë me automatizëm për shtypjen se ata janë për momentin të lumtur, janë duke u kënaqur, jo kushtimisht ata janë duke u kënaqur. Domthon, ajo është thjesht veç një sekuencë shumë e vogël e cila nuk është dashur me paraqit në total lumturinë e njeriu. E tregoj një histori, po besoj se ja vlen për opinionin. Një mbret thuhet se ka qenë një ndi. Edhe ka pas gjithçka në jetë. Edhe është fitu përshtypje e popullit që ky është njeriu më i lumtur. Sikur që ne kemi një përshtypje sot se njerëzit që dojnë ekrane televizive, edhe prej showbizit dhe prej gjithë atyre, ata janë njerëz më të lumtur. Qështu kanë të paktën përshtypjen, po në fakt ai s'ka qenë i lumtur. Edhe një ditë i ka mbledh krejt mendimtarët. Ka thonë, ju lutem, do të më tregoni çush më boj lumtur. Pse ka thonë, a si ti i lumtur? Ka thonë, nëse jam i lumtur, ju do të më tregoni çush më boj lumturinë. Një njeri aty në mesin e asaj elitës ka qenë i mequr. Thotë, unë tregoj. Duhet me gjetë këmishën e lumturisë. Si ta vesh këmishën, është e virne, automatikisht bash i lumtur. Edhe mreti nuk ja ka besu këmishën ndoj asoj suitës ti. Ka dalë vetë me kërku. Fshat mas fshati, qytet mas qyteti, këmisha e lumturisë, ku kanë dëgju që një njeri është i lumtur, jo është ofru ati dhe i ka thonë, më falë, a bo këmishën? I ka thonë, s'jam i lumtur, nuk kam këmishë lumturie. Deri sa ka shku një mal. E ga që di njëri të rëndëmt, po jeton një kasollë, po jeton me atë muzikën me cicerimin e zojve. I ka thonë, falë, po më do kërë që ko ke i lumtur. Ka thonë, po, jam i lumtur 100%. Po, ma gjithë kësa historie e gjeta njën e lumtur. A ki mundësi më madhon këmishën e lumturisë, ta vesh dhe të bone e lumtur. Ka thonë, po më vjen keq. Para një muj dite, ja kom dhonë këmishën një njëri se ka pas nevoj. E prej asoj dite që ja kom dhonë ati këmishën, kom fillu me jetu lumturinë. Shumë interesant. Dhe më thonë, këmisha e lumturisë duhet hitet, e jo të merret. Mirë, do të kemi edhe një pjesë tjetër bisede, pas një hapësire publicitare. Babi, se bëllëm një frutave? Është një botë që quhet eko, ku natyra rrit frutat më të mira me kujdesin më të madh. Pastaj, këto fruta zgjedhen për një aventurë të re. Gjatë kësaj aventure, frutat mbërrin tek ne në formë të lëngshme. Eko frut e natyrës. Runners. Trend botror. Vend ku mbathen VIP. Në Runners mbathet edhe qenari. Mos harro, këmbët merre me veti. Runners. Për të gjithë. Sop. Hyundai Electronics, the power of quality. Produktet e brendit të njohur korean Hyundai tashmë edhe në Kosovë. Active, distributor ekskluziv. Mjeshtrim, dashurim. I zhndëruam në kënaqësi të vogla, të ëmbla, me përbërësit natyror me kualitet më të lartë, gjithmonë të lidhur me mikpritjen dhe tryezën festive. 131 vite, tradit në krijimin e produkteve që janë mënyra më e mirë të thuash mirë se erdhe, me fat muaj i Ramazanit, Evropa, llokum dhe praline.
Rikthehemi në pjesën e tretë të bisedës mbi lumturinë. Ajo ekziston apo duhet të kërkohet? Jemi me Dren Boshnjaku, në specializant neurokirurg dhe hoxhën e nderuar nga Vushtria, Halil Abduli. Neurologji. Specializant në neurologji. Specializant në neurologji, jo neurokirurgji. Po, më ndjeni. Edhe diçka tjetër, ju më saktë kishit diçka për thënë para hapësirës publicitare, mund të avionit atë dhe më pas do ju bëj pyetjen time. Se shumë është interesante që gjitha ato të cilat kanë bazë kuranore dhe në sunet tash në ulumtime po koincidojnë që të dalin shumë të vërteta dhe ulumtimet të cilat i kam ulumtuar dhe i kam lexuar më kanë fasionu në këtë pikë. Në Amerikë i kanë marrë studentët që janë para përfundimit të kolegjit edhe i kanë kategorizuar në dy grupe. Njëri grup i cili ka kushtuar rëndësi anës së brendshme, ndërtimit të personalitetit, ndërtimit të marrëdhënieve me familjen të mira, me farefisin, ngritja e vlerave intelektuale, dhe një grup i cili është merr me gjërat e jashtme. I ka ndonë në grupin intrinzik, kjo që përmena më parë, dhe ekstrinzik me të jashtme. Ata që kanë pas qef të kenë kushte të mira materiale, të kenë dukje të mirë. Edhe pas 2 viteve, kur këta persona kanë arrit pak a shumë të realizojnë qëllimet që i kanë pas gjatë jetës, ka rezultuar në mënyrë drastike shumë më të lumtur personat që kanë kontribuar në vlerat e tyre të brendshme, se sa ata që kanë kthyer në anët materiale. Domthonë çështja e lumturisë është çështje e brendshme, është çështje me të cilën mund të arrijmë ta kultivojmë me anë të menduarit dhe ngritjes së vetdijes sonë për vlerat e caktuara në shoqërinë tonë. Qofse këto vlera arrim të vetëdijsohem, t'i fusim në ndjenjat tona dhe njëkohësisht arrim të konkretizojmë me veprat tona, pa dyshim që me fakte shkencore është arrit të dëshmohet që kjo është me të cilën arritet lumturia. Jo me të jashtmet. Andaj simbolika e dhënies së këmishës është që duhet ta sakrifikojmë atë jashtmen për të arritur atë brendshme. Më fal, nga pikpamja prapë shkencore, sepse lumturia është një vizion i së ardhmes, me fjalë një diçka që dëshiron. Mirë, po kemi edhe nostalgjinë. A është kjo një përjetim i lumturie, futet shkencërisht fakti që kur e shikon që e tashmja dhe ardhmja ka një lloj zymtësie, e shikon e gjen atë kthehesh tek e kaluara në tratën e nostalgjie për një të kaluar dhe fillon ta prekësh aty ose ta kërkosh atë pjalmin e lumturisë. Si shpjegohet kjo? Është një lloj paradoksi. Çështja e lumturisë është çështje dinamike, edhe siç e tha Hoxha, unë mendoj që është çështje momentale është. Lumturia është tash, nëse don tash është. Nuk është çështja e tardhës apo të kaluarës. Kurse çështja e mundësisë së fuqizimit të saj është një çështje që është shumë ka ulumtohet, se sistemi apo qarku i cili njëkohësisht e nxit lumturinë, kënaqësinë, angazhimet ditore që përmendëm më herë. Po ta jap edhe si shembull, kur kemi qenë fëmijë, e kemi kërkuar lumturinë tek të bërurit burr. Po rritem dal ngadalë, do bëj këtë, do bëj atë. Ndërkohë që kur kemi arritur këtë stadi, kemi thënë asa të lumtur ishim kur ishim fëmijë, sikur të ktheheshim dhe pas. Po ta jap me një shembull konkret pra nëse mund ta zbërthesh. Tash e hape një problematik tjetër. Se kjo çështja e kërkesës për të rritur është pak një ngesje çështjes fëmijërore, sa nuk po arrin me përmbush vetes sa është fëmijë. Dhe kur e përmbushë pastaj po një çështje tjetër. Ndërkohë që lumturia në vizionin kuranor është e së ardhmes apo e së tashmes në një farë mënyre? Jo, është gjithashtu me të vërtetë koncept që duhet nalemi, të pas parasysh se kur ka një varg lutjesh të pejgamberit alayhis salam dhe ka një varg citateve, të cilat na thrasin për bë përpjekje me jetu moment. Dhe ka ajete në cilat Zoti i Madhëruar thot likej la ta'sau ala ma fatakum, në mënyrë që mos dëshpëroheni për atë që ju ka ikë. Mon kjo është koncepti normal, do të jemi sozat njeriu sepse njeriu pjesërisht mund dëshpërohet për diçka që ka ikë, edhe ka shqetësime për të ardhmen, por jo deri në masën kur dëshpërimi për të kaluarën dhe shqetësimi për të ardhmen e bojnë mos me jetu momentin. Na si shoqëni shpeshherë kena ambicie shumë ose shqetësime për të ardhmen edhe s'po di mu kënaq me atë që ke në dorë. Kjo është ajo tepër filozofike, një musliman pe aty në të parëve shumë i kthjellët mendimi. Ka thonë unë edhe një mbret dallojnë veç në tashmen.
ju në të kaluarën në të ardhmen. Sepse, në të kaluarën jemi njëjtë, edhe hjekat e mia, edhe lumturit e ti nuk përjetohen, mo. E djeshmja, sikur për ato që ka hongër speca djekst, ose aj që ka hongër një ushqim, në ndjenjë e kaluar është e njëjtë, nuk përjetohet në formë të madhe. Edhe aj që ka, edhe aj që s'ka, shqetësimi për të ardhmen është i njëjtë. Praktikisht një njëri i varfën edhe një njëri i pasur ndallojnë veç në tashmen, në të kaluarën edhe në të ardhmen janë praktikisht. Edhe ai ka dash me ngushëllu vetin e tij, duke thonë se dallimi me një tjetër është vetëm momenti. Përndryshe e kaluara dhe ardhmja janë shqetësim ose dëshpërim për të dy palët. Është ajo receta tjetër islame që të shikosh në jetë atë që është më koshte dhe jo atë që më është sipërteje. Ekzistojnë bashkë mirë që ngritet si çështje sepse ekzistojnë tri fjali të famshme në diskursin fetar, e cila thotë në çështje të vlerave, në çështje të njerëzorës, në çështje të botës tjetër, devotshmërisë, sakrificës, altruizmit, duhet shihet ai që është përmbi ty, që ta kesh mostër. Ta kesh model, ta kesh shembull referencë, po. Në çështjet e suksesit, në çështjet të arriturave, angazhimeve dhe korjes së arritjes së majeve, do ta shiqosh atë që është pak më nalt se ti, jo shumë nalt. Sepse këtu të rit po gabojnë shpesher, ta marrësh për shembull Aristotelin ndonjëherë është problematik se është shembull tepër i larg dhe mund ndodh ndaj zhgënjim aty. Për ata duhet në sukses, në arritshmëri, duhet krahasohesh me bashkohaneket ose me njerëz qyre dhe Kosova si vend nëse ma lejon. Shpesher na po bojna krahasime banale, na shpesher krahasojmë standardin e Kosovës me standardin e Amerikës. S'është fair kjo? Sepse ajo është me sheku i shtet, ti ki shtet. Kosova duhet të krahasohet me shtetet që janë në rajon. Edhe kësaj nuk do të kishim mik faktikisht. Sepse standardi i jeta duhet matet me ata që janë pak para teje, jo me ata që janë, sepse ka dëshpërimi. Prandaj në të arritura, në suksese duhet këshyre njerëz që janë pak më lart se ti, ndërsa në çështje të dhuntive, të mirësive, të asoj që e gëzojnë jetë, duhet të shiqojmë ata që janë më poshtë se na, ato që thati. Dhe kësaj kënaqemi me ato që posedojmë. Ndërkohë që është edhe vizioni së ardhmes si pikë e fort dëshirueshme e lumturisë nga perspektiva kuranore. Unë kam dëgjuar një përkufizim që lumturia është kaq e madhe sa kjo botë është shumë e vogël për ta mbajtur. Pra duhet një botë tjetër në këtë mënyrë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kisha dashur veç edhe që e ka një varg lutjesh që vërtet duhet meditu këtë lutje. Është prej lutjeve që mendoj se nuk e emërton si lumturi, por në esencë ajo është lumturia. E ka pas zakon një dua, një lutje. O Zot, më mbroj prej pamundësisë, prej dembelisë. O Zot, më mbroj prej shqetësimit dhe dëshpërimit. Sepse këto janë të ndërlidhura, dembelia edhe pamundësia të prodhon shqetësim edhe të prodhon dëshpërim. Shqetësimi është për të ardhmen, dëshpërimi për të kaluarën. Kjo është lutja e parë. Lutja në vazhdim është, o Zot, më mbroj prej frikës edhe prej kopracisë. Pse? Sepse ta kërkosh lumturinë duhet guxim. Na populli thotë duhet me rreziku. Lumturia është edhe rrezikim deri në mos. Sepse në fund çka ja shqetëson sot botën? Jo rulet ruse, jo rulet ruse. Çka shqetëson botën sot? Botën e shqetëson frika për vdekje dhe frika nga pasuria. Pejgamberi po bën lutje që mos të kem frikë për vdekjen sepse besojmë se është momenti i caktuar dhe mos të kem frikë për furnizimin sepse është e përcaktuar dhe duhet ta kërkojmë. Edhe doan e fundit e thot: o Zot, më mbroj nga borxhi, nga ai falementimi, edhe më mbroj nga zullumi ose padrejtësia pushtetarëve. Sepse këto dy gjëra e thejnë mas shumë të lumturinë këtë botë. Për ata s'mund të ketë lumturi një vend ku ka borxhe të stërngarkuara dhe ku ka padrejtësi nga pushtetarët. Është ajo që mas shumë të ul njeriu këtë botë është kur zullumi e padrejta vjen nga lart.
Mirë, ti mund thuash edhe shumë gjëra tjera të mençura, por unë do isha që të ndalemi këtu, sepse mesazhi që thatë nëpërmjet këtij përkufizimi dhe zbërthimit të kësaj lutje është mjaft kuptim plot, gjithmonë për veshët që duan ta dëgjojnë dhe për mendjet që duan ta kuptojnë. Nuk e di nëse dren kishit përctuar diçka pasi minutat e këtij emisioni u përmbyllën. Jo, unë vetëm desha ta ritheksoj se gjitha këto që ai tha Hoxha është koncepti i fuqizimit të afekteve pozitive për ngritjen e njeriut dhe në një farë mënyre nderimin e tij. Kurse ato që ai tha që duhet të rumë prej tyre është afektet negative të cilat e poshtrojnë njeriu. Mirë. Është përputhen shumë. Veç edhe një po du të çështja e besimit me folni është për aty në ajeteve madhështore, ata të cilët kanë besuar dhe nuk i kanë bë padrejtësi besimit tyre, atyre ju takon paqja, atyre ju takon lumturia. Njeriu gjën e fundit që humb është besimi. Dhe momentin kur njeriu e humb besimin, rrezikohet humb gjithçka. Por ata duhet ta kultivojnë besimin, sepse besimi krijon perceptim për lumturinë. Populli jon kohën e fundit ka nevojë me kthy shumë optimizmin. Kisha dash veç një barcolet, kështu. Njëri kishte qenë shumë pesimist, edhe shkon në fshat, aty në fshat ata ishin kon pesimista, 2 fish më të mëj se ky. Edhe ata e çojnë te varrezat. Ku shkon te varrezat, e këshur këtë datën e lindjes, 1922, 1975. Datat ndryshme, pak ma poshtë ka jetu 4 ditë. Ai guri tjetër, data e lindjes e vdekjes ka jetu 7 ditë. Edhe këti si korrespondojke me datat, u këtu i pyti, tha, banë më tregue. Që janë këto data? Ky njeri ka jetu 60 ditë, ju poshtë e keni shu 4 ditë. Tha, ato është data e lindjes e vdekjes, këto janë ditë e lumturisë. 4 ditë ka pas lumturi ky njeri. Edhe ky u kthy mas ne tha, nëse është kriteri ekzistoi ta kur të vdesun, shënomani ditën e lindjes, edhe të vdekjes e po shkruni si u le direkt të varrezat. As në ditë se ka lumturi. Do të kthehet optimizmi me çfarë? Pikërisht është shumë nevojshme. Pra, nga çfarë diskutuar u përcaktua qartë që është qasja jon ndaj lumturisë ajo që e përcakton vetë lumturi dhe lumturia ekziston brenda nesh, mënyrën se si e perceptojmë dhe se si e kërkojmë atë. Ajo padyshim që ekziston në trajtën relative dhe në trajtën absolute më pas, në botën tjetër, ashtu si që mbroni ju si kaos edhe si mendim këtë, por gjithsesi ajo është pjesë e mundit dhe e përpjekjes njerëzore. Unë ju falenderoj. Dren Boshnjaku, Ali Lavdyli, unë jam Ermir Hoxha, këtu është shpejtar, më vazhdojmë me mësimet e tjera. Babe, se bëllon një frutave? Është një botë që quhet eko, ku natyra rrit frutat më të mira me kujdesin më të madh. Pastaj, këto fruta zgjedhen për një aventurë të re. Gjatë kësaj aventure, frutat vërrin tek ne në formë të lëngshme. Eko frut e natyrës. Runners. Trend botror. Vend ku mbathen VIP. Në Runners mbathet edhe qenari. Mos harro, këmbët merre me veti. Runners. Për të gjithë. E janë dhe studioni në kolegjin Pjetër Budi, institucionin më prestigjioz në rajon. Bachelor, dogan të shpeticion, juridik penal, kushtetues administrativ, juridik financiar, juridik civil, menaxhim i turizmit dhe hoteleris, administrim biznesi, menaxhim i resurseve njerëzore, administrat publike, menaxhim i marketingut, banka, kontroll financiar, sigurime, master, dogan dhe shpeticion, menaxhiment, menaxhim i turizmit dhe hoteleris, menaxhim i sigurimeve. Pjetër Budi, karriera juaj fillon këtu. Studioni në qendër të Prishtinës përballë mensës së studentëve. Hyundai Electronics, the power of quality. Produktet e brendit të njohur korean Hyundai tashmë edhe në Kosovë. Aktiv, distributor ekskluziv. Mjeshtrim, dashurim. I zhndëruam në kënaqësi të vogla, të ëmbla, me përbërësit natyror me kualitet më të lartë, gjithmonë të lidhur me mikpritjen dhe tryezën festive.
131 vite, tradit në krijimin e produkteve që janë mënyra më e mirë të thuash mirë se erdhe. Me fat muaj i Ramazanit, Evropa, llokum dhe praline. Nektar vetëm në Klan Kosova.